Blerta besoj po na dëgjon dhe e kemi tani në lidhje. Blerta, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve në studio, po paraqitemi direkt nga lagja Mati 1, saktësisht te rruga Muharrem Feza, ku këto një natë më parë, siç edhe e thatë edhe jo, ka pasur shkrepje me armë, si pasojë e tyre po shihet edhe një veturë e cila ka mbetur këtu në vendin e ngjarjes nga nata e mbrëmshme, e cila ka pësuar dëmtime të llojeve të ndryshme. Megjithatë, deri pak më herët pronarët ishin këtu dhe sigurisht po e shikonin veturën e tyre, e cila për momentin ka mbetur në këtë lagje. Shihet se ka dëme të ndryshme, duke filluar nga xhamat të cilat i ka të thyer, ndërkaq për postyre i shohim se edhe gomat përpara të automjetit janë të shfryera. Banorët apo edhe pronarët e kësaj veture pak më herët patë mundësi që të flasim me ta, sigurisht para kamerës nuk dashën të deklarohen, megjithatë prapa tyre thonë se sigurisht ndjehen goxha të friksuar nga ngjarje të tilla të cilat ndodhin spontanisht, mund të themi, në lagje të Prishtinës, dhe sigurisht se thanë se ndjehen të rrezikuar që vazhdimisht po dëgjojnë krisma të tilla armësh, mirë po edhe incidente të tilla që po ndodhin nëpër Prishtinë. Njësoj u shprehen edhe banorë të tjerë të kësaj lagje, me të cilët patëm mundësi që të kontaktojmë dhe sigurisht se ngjarjen e mbrëmshme e quajtën mjaft të frikshme. Përpos kësaj veture, policia ka njoftuar gjatë kësaj dite se ka pasur edhe një veturë tjetër të dëmtuar nga ky rast, megjithatë si duket pronari i asaj veture vetë se ka larguar nga vendi i ngjarjes. Ne do të qëndrojmë të marrim këto edhe mendime të tjera nga qytetarët, megjithatë ajo që e tha kryetari i lagjës Mati 1 gjatë ditës për televizionin të shtatë ishte se dëshirojnë dhe bëjnë thirrje vazhdimisht apel për policinë e Kosovës që në këtë lagje të bëhet një nën stacion i policisë së Kosovës në mënyrë që të ketë më shumë siguri për këtë lagje, pasi vazhdimisht, siç e quajnë ata, është bërë një lagje e incidenteve kriminale dhe banorët në vazhdimsi po ndihen të rrezikuar këto. Blerta, nga kontaktet që ke pas, a arrite me kuptu, a ka ndonjë indikacion për ndonjë konflikt që mbase ka qenë më herët dhe ka vazhduar në këtë mënyrë, a ka qenë vetëm një tentativë grabitje, sepse nga vetët që janë shfaqur i kemi parë 2 persona në armë të rënda që po dilnin nga një lokal. Sigurisht duke u nisur gjithmonë nga ajo çfarë na thanë qytetarët cilët banojnë këtë pjesë, ishte se brenda kësaj lagje ka biznese të ndryshme që ndoshta janë edhe të kundërligjshme sipas tyre, dhe sigurisht se ata thanë se ato biznese nuk na sjellin njerëz të mirë, por vetëm njerëz të cilët mund të sjellin telashe të tilla, mirë po gjithmonë mbetet në dorën e organeve kompetente që të vlerësojnë dhe të shohin se çka solli deri tek incidenti i mbrëmshëm. A ka prezencë të policisë për momentin që je atje, Blerta, apo jo? Në këto momente nuk kemi parë prezencë të policisë, megjithatë para dite u raportua se disa ekipe policore po qëndronin në vendin e ngjarjes, sigurisht prap duke monitoruar nëse ka mbetur diçka ose edhe për të marrë kamerat e sigurisë nga shumë biznese të cilat janë këtu për rreth. Faleminderit, Blerta, për këto informacione.